Përshëndetje të gjithëve, kënaqësi t'ju takoj sërish në këtë video të radhës. Unë jam Linda dhe ju po ndiqni programin tim më të ri në YouTube channel dedikuar diasporës shqiptare. Doja shumë që të kem angazhimin tuaj, interaktivitetin tuaj për të bërë subscribe në kanalin tim në YouTube channel. I ftuari i kësaj mbrëmje është një personalitet i njohur i politikës shqiptare. Ai është kryetar i Nisma Thurje dhe tashmë pjesë e koalicionit me partinë Shqipëria Bëhet, zoti Endri Shabani. Zoti Endri, ju kam në një lidhje virtuale nga Tirana, por sot keni ardhur në Mbretërinë e Bashkuar, kështu që kënaqësi të të kem në këtë lidhje Skype. Kënaqësi. Suksese me punën që keni marrë përsipër, atë si angazhimin akademik ashtu edhe me këtë podcast. Faleminderit shumë. Tani qëllimi Endri është që të kemi një connection, një lidhje midis diasporës dhe Shqipërisë. Ka ardhur momenti tashmë që të krijohet një urë lidhëse, si dhe politika shqiptare duhet të insistojë fuqishëm për ta realizuar dhe për ta bërë realitet një gjë të tillë. Si e shikoni ju këtë angazhim të politikës shqiptare ose këtë interes që politika shqiptare ka për diasporën? Dua ta shikoj në një këndvështrim shumë të gjerë këtë situatë. Tani politika shqiptare është shumë e gjerë, po pushteti dhe kur flasim për klasën e vjetër politike, nuk kanë pas ndonjë farë interesi për shqiptarët e diasporës dhe për këtë mjafton të shikosh se çfarë është bërë me ambasadat shqiptare për të filluar që nga Londra, me që ju jeni aty, unë kam jetuar aty, për të kaluar në Francë, për të shkuar në Itali, për do të thënë rreth përqark Evropës, shqiptarët që janë në diasporë janë vetëm, sepse ambasadat nuk janë aty për të shërbyer, shpesh përdoren për vende qokash. Shqiptarëve në diasporë i merren paratë që s'e merren vitanca dhe pastaj mbas e vijnë këtu ato para vidhen nga zyrtarët korruptuar. Këtu nuk ka pas interes, nuk ka pas një qeveri patriotike që të kujdeset për shqiptarët në Shqipëri apo në diasporë. Por momentin që vota diasporës u bë për shumë arsye, pa dyshim që tani atë që ata bëjnë në Shqipëri përpiqen ta bëjnë në diasporë, ku të përpiqen të imponohen në sa më shumë votues në mënyrë që të qëndrojnë ende në pushtet apo të rikthehen edhe një herë në pushtet. Po unë besoj që është vështirë që shqiptarët që kanë jetuar në vende demokratike mund të kenë një shaqkollaj. Ka dalë dhe fleta e votimit, apo jo? Sot e pash ka dalë dhe ka rreth 539 emra në listë për zgjedhjet e 11 majit dhe si e komentoni deri më tani këtë fletë votimi, si dhe me përmasat, me gjithë elementet e saj. Dhe gjithashtu nga fillimi i pridhit do dërgohet edhe fleta votimit për diasporën. Është zhvillim shumë pozitiv. Për herë parë ne kemi fletë votimi me emrat e kandidatëve. Nuk ka qenë kështu në 2021, kandidatët kishin edhe numra, nuk kishin emra. Është gjithashtu zhvillim pozitiv që ka parti të reja, të cilat e kanë kaluar barrierën institucionale që është vendosur. Keni parasysh për regjistruar në zgjedhje, ne kemi dërguar gati 7 pako letër në KQZ. Dhe këtu me këto pako letër them fotokopje kartash identiteti, firma të qytetarëve që kanë ardhur për të mbështetur, dokumentacion të kandidatëve, pra ka një barrierë institucionale të jashtëzakonshme ndaj sfidantëve që duan të garojnë në zgjedhje. E megjithatë, disa subjekte të reja ja kanë dalë, kanë kapërcyer këtë barrierë dhe tani janë në fletën e votimit. Problemi është që sistemi zgjedhor në mënyrën se si është konceptuar nga ata që kanë dominuar arenën politike shqiptare, skenën politike shqiptare për shumë vite, Sali Berisha me Edi Ramën, është konceptuar në një mënyrë të tillë që nëse ti voton për PS ose PD-n, votuesi nuk ka asgjë në dorë. Se kush bëhet deputet e vendos kryetari i partisë. Gjë të cilën ne si Nisma Shqipëria Bëhet e kemi përmbysur. Pra, për ta shpjeguar shumë thjesht, atë që sistemi që ata kanë bërë është i kanë dhënë prioritet të preferuarve të kryetarëve. Dhe në krye të listës janë preferuar të kryetarëve. Për shembull, në rastin e Tiranës që ju përmendët, janë njerë 12 preferuar të kryetarëve. Ti voto për këtë duash, por pa u futur këta, nuk futet asnjë tjetër. Edhe në rendin që e ka vendosur kryetari. Pastaj, nëse ajo parti merr një mandat të 13, i 13 është siç e ka zgjedhur populli. Ne si Nisma Shqipëria Bëhet e kemi përbys të skemë, listën 12 e parë e kemi bërë fiktive,
kemi plotësuar me kandidatë që nuk kanë aspirata politike që do japin dorëheqje. Kështu që për ne rendita fillon direkt tek kandidati i 13, pra fillon direkt tek lista e hapur, ku ai apo ajo që do marrë më shumë vota personale do shkojnë në parlament. Me listat hapura, Jemi 100% lista të hapura, po. pra si e komentoni këtë listat hapura, listat mbyllura, si Po, pra ne nuk e përmend fjalën listë e hapur, listë e mbyllur, se nuk dua që të konfuzoj njerëzit. Konceptoj një rend. Pra janë renditur një herë të parët që ka preferuar kryetari i partisë. Le marrim rastin e Tiranës, 12 parët sipas renditjes së kryetarit, dhe nga i 13 e mbrapa kush të doj votuesi. Dhe le të themi, nëse PS-ja ose PD-ja merr 13 mandate, i 13-i është personi në atë listë që është më i votuari. Nëse 14 janë 2 më të votuarit. Në rastin ton, ne kemi eliminuar 12 parë, pra janë kandidatë fiktiv që do japin dorëheqjen, kështu që në rastin ton, nëse ne marrim 5 mandate në Tiranë, të 5 janë njerëz që kanë zgjedhur direkt votuese, janë më të votuarit asaj liste. Edhe kjo është që duhet ta shpjegoj këtë, është diferencë mentaliteti. Pra pyetja është i kujt është mandati. Në rastin e partive të vjetra, mentaliteti është që mandati është i kryetarit, është i partisë, pra partia të bën deputet, partia ta heq deputet lëkur. Në rast në atë që ne konceptojmë është që mandati është i votuesit. Dhe votuesi zgjedh se kush do ta përfaqësojë në parlament. Dhe nëse votuesi zgjedh në fletën e votimit zgjedh mua, zgjedh Endrik Shabani, shkoj unë atje si përfaqësues i këtyre votuesve. Jo sepse këtë ka vendosur një kryetar apo një parti e caktuar në mënyrë okulte, por sepse ka pas më shumë votues se sa çdo kandidat tjetër në listë. E kuptoj. Do doja që të komentonim së bashku pak edhe shifrat, si numrin e shqiptarëve diasporës që janë regjistruar deri më tani në zgjedhje dhe atyre që janë refuzuar, por do doja fillimisht të komentonim edhe numrin e shqiptarëve që aktualisht jetojnë në diasporë. Pra sipas një studimi nga Instat në 2019 janë përafërsisht 1.64 milion shtetas shqiptar në diasporë. A mund të themi që kemi një numër të konsiderueshëm dhe që vijon të jetë në rritje në fakt numri i shqiptarëve që emigrojnë drejt shteteve tjera të botës. Dhe aktualisht së fundmi kemi parë një trend në rritje të numrit të intelektualëve shqiptar që pra një lëvizje intelektuale emigrimi. A mund të themi që interesi i partive politike është më shumë drejt kthimit të shqiptarëve në Shqipëri, shqiptarëve të diasporës, për t'i rikthyer në mënyrë që të investojnë në vendin e tyre. Më shumë pra se një vot, mund të themi kjo kërkesë. Ai që kthehet ka pritshmëri më të larta, ka pritshmëri më të larta politike, ka pritshmëri më të larta ekonomike, ka pritshmëri më të larta në kushtet e punës. Qartazi, strategjia që Edi Rama ka ndjekur ka qenë që zëvendësoi njerëzit që ikin me sklever. Me njerëz që vinë nga vende edhe më të varfra se Shqipëria, të cilët nuk e njohin gjuhën në Shqipëri, nuk kanë të drejtë vote, nuk arrin dot të ngrenë kokën sepse nuk integrohen, kushtet e punës tyre janë dhe më të këqija se shqiptarëve që jetojnë këtu, dhe përpasoj sklavëroi njerëzit. Unë besoj që këtu nuk ka interes nga ana e Edi Ramës që t'i rikthejë njerëzit prapë në Shqipëri. E dyta, që njerëzit të rikthehen në Shqipëri do duhet që ata që kanë kap pushtetin ta lirojnë, pra të konkurrojnë. Për shembull, nëse do të kthehen studentët më të mirë që kanë studiuar në universitetet më të mira të botës dhe do duan të bëhen pedagog, do duhet që dekanët dhe rektorët e korruptuar të konkurrojnë me ata dhe të lëshojnë pushtetin që kanë marrë peng. Ata nuk kanë plan ta bëjnë këtë. Dhe çdo dekan apo rektor i korruptuar ka mbrojtjen direkte te Edi Rama, siç pa në rastin e Universitetit Bujqësor të Kamzës. E njëjta gjë në çdo sektor tjetër. Por nëse shqiptarë që janë diasporë kanë mbledhur sa para, do vinë të konkurrojnë këtu, do të futen në treg, do duhet përballen me oligarkët që Edi Rama i ka dhënë monopole. Por nuk ka interes Edi Rama që t'i shojë shqiptarët, t'i ndihmojë shqiptarët të kthehen në shtëpinë e vet, sepse çmimi është shumë i lartë për të. Dhe për grupin e Kronis, që ai ka rreth vetes me të cilët është pasuruar apo të cilët ka pasuruar gjatë këtyre 13 viteve.
Po në rastin tuaj, cila është thirrja konkrete që ju bëni shqiptarëve të diasporës, po si e shikoni Uh, fakt realitetin e Tani keni raportit parasysh që politik? ne jemi produkt i tranzicionit. Pra unë kam lindur dhe jam rritur me këta njerëz në politikë. Mhm, Unë kam parë Sali Berishën, unë kam qenë kopsht. Edi Rama, unë kam qenë akoma në shkollë 8 vjeçare. mhm, Pra, ne jemi njerëz që kemi vuajtur kapin që këta i kanë bërë sistemit, që marrin peng që këta i kanë bërë shtetit. Unë kam ardhur në Angli, kam studiuar në një universitet i parë në botë, Universiteti i Oxfordit, mhm, kam studiuar, kam mbaruar studimet aty, kam punuar si pedagog, edhe në Angli, edhe në Francë, vinë në Shqipëri, nuk e kam dalë dot që të çaj rrjetën e korrupsionit që ka lidhet me rekrutimin e pedagogëve në universitet. mhm, Pra do duhet paguaja që të bësh pedagog, gjë që s'do e bëja kurrë. mhm. Kështu që padyshim që ne duam që ta çajmë këtë kapi që ka ndodhur sistemi, ta çajmë të mure që këta kanë ndërtuar dhe padyshim që të krijojmë shanse të barabarta për të rinj që janë këtu, që ta shohin të ardhmen e tyre këtu, dhe të rinj që kanë ikur që të kthehen pranë familjeve të tyre. Ky është arsyeja pse u merrem me politikë, dhe kjo është ajo që na motivon më së shumti për të angazhuar dhe për të përballur me një klasë politike që e ka çmime shumë të lartë përballje me ta. Pra, E- kjo vjen me kosto të jashtëzakonshme private dhe personale, mhm. por në fund dikush do duhet ta bëjë, dikush do duhet përballet dhe ne kemi zgjedhur që të jemi ata që përballemi. Flasim pak për eksperiencën tënde kur ti ke qenë student në Mbretërinë e Bashkuar. Çfarë viti bëhet fjalë konkretisht? Po, unë kam ardhur në 2013 për masterin, pastaj jam rikthyer në Shqipëri për disa muaj dhe kam filluar sërish në 2015 në doktoraturën deri në 2020 që kam bërë mbrojtje. Dhe le të themi në kohën kur ti je larguar si student drejt Mbretërisë së Bashkuar, a mund të themi që arsyet e largimit në atë kohë të shqiptarëve në tërësi dhe të emigracionit kanë qenë për faktorët ekonomik, siguria publike, institucionet e dobta, si dhe gjakmarrja. Domethënë, a mund të themi që kjo situatë e vështirë jetësore që i ka shtyrë shqiptarët drejt emigrimit vijon të jetë edhe sot me të njëjtat ritme, problematika të tilla vijojnë të jenë aktuale edhe sot? Apo do më thënë s'ka ndryshuar asgjë? Jo, shiko Lindja, ka ka ndryshuar migracioni nga vitet 90 deri tani, Mhm, dhe jo vetëm për shkak të Shqipërisë, edhe për shkak të politikave të vendeve të tjera. mhm, Pra, ka ato që quhen push dhe pull factors. Push factors janë ata që faktorë që e shtyn njerëzit që të emigrojnë nga Shqipëria, dhe pull factors janë këto vendet e destinacionit, të cilat tërheqin një kategori të caktuar emigranti. Kështu që është situatë komplekse kjo, por pavarësisht kësaj, ne merremi me përgjegjësinë që ka qeveria jonë, me përgjegjësinë që ka shteti ynë. mhm. Dhe këtu përgjegjësia nuk është vetëm për faktin që të rinj hikin, sepse në Shqipëria ka përqindjen më të lartë në raport me popullsinë të rinjve që duan të ikin nga ky vend. Dhe kjo është e trisht. Nuk është fakti që pse po A ju ikin të mendoni që njerëz. është papunësia problemi kryesor? Të them unë se kam shkruar një doktoraturë për këtë çështje. Okej. Ë pra, se për ta vazhduar atë që po thoja është që padyshim që këtu ikin njerëz, e kanë shumë arsye pse ikin njerëz. Problemi më i madh është që pse nuk rikthehen. Humbja e kapacitetit të Shqipërisë për të rifituar të rinj që shkojnë jashtë, marrin një profesion, krijojnë një kapital ekonomik apo një kapital kulturor. Dhe arsyeja kryesore është kapja. Shkapja e shtetit. Pra, nëse ata do të kthehen, dhe sidomos ata të rinj që shkojnë jashtë dhe duan të kthehen, kanë humbur lidhjet sociale, kanë humbur lidhje me partinë, kanë humbur atë atë rrjetin nepotik dhe partijak që në fakt i fut njerëzit tu në punë dhe i mban njerëzit tu në punë. Vinë me pretendime të cilat i kanë krijuar në vende demokratike. Dhe mësuar të punojnë si njerëz, të mos skllavërohen, të mos keq trajtohen, të paguhen për punën që ata kanë bërë. Dhe padyshim që nëse ne do të krijojmë kushte që këta të rinj të riktheheshin, të jeni të bindur që shumë të rinj do riktheheshin në shtëpinë vet, do riktheheshin në vendin e tyre. Po jo vetëm të rinj,
edhe të moshuar, të cilët dalin në pension edhe bëhen dhe nostalgjik për vendin e tyre, po edhe për shkak të klimës që ka Shqipëria, edhe për shkak sepse qytetet në Shqipëri janë qytete me distanca njerëzore, pra ti mund të lëvizësh nga njëri cep në tjetër edhe në këmbë dhe me biçikletë, nuk janë qytete mega qytete pa menaxhueshme, pra ka shumë arsye pse ata që sot janë në diasporë, nesër mund të riktheheshin në Shqipëri nëse ne do kishim një qeveri patriotike, të ndershme, e cila garanton qarkullimin e elitave dhe garanton atë që quhet mobilitet social. Pra problemi, pjesa më e madhe e problemit është këtu, në kapjen që i ka ndodhur shtetit. Po sigurisht ka dhe një konkurrencë botërore për kapitalin njerëzor dhe kapitalin ekonomik. E kuptoj. Ende deri më tani numri i shqiptarëve që janë të diasporës që janë regjistruar është 294.000. Pra ka një pjesëmarrje goxha të madhe dhe që në fillim ka qenë me ritme goxha të larta angazhimi i shqiptarëve diasporës për të regjistruar në zgjedhje dhe deri më tani janë miratuar mbi 244.000. Pra kemi shifra goxha të larta dhe premtuese, le të themi. Si e shikoni ju këtë pjesëmarrje deri më tani? Është e jashtëzakonshme. Domethënë, jam i bindur që zgjedhjet së radhës do vendosen nga diaspora. Pra, Uh, marrja ja, kryesore do jetë nga diaspora. diaspora do vendosi se kush do të jetë në pushtet. Sepse në fakt e vërteta është që edhe në zgjedhjet e kaluara në 2021-shin, diferenca ka qenë rreth 60.000 vota, mos gabohem. Pra praktikisht diaspora me 250.000 vota, edhe nëse nuk miratohen të tjerat, është një trup e jashtëzakonshme zgjedhore e cila do ndryshojë klasën politike në Shqipëri. Dhe unë besoj që pjesa më e madhe do të votojnë për ndryshimin. Për shumë arsye, që i thamë edhe pak më herët. E para sepse paratë që ata ju sillin familjeve të tyre këtu, vidhen ke spitali, vidhen tek shkolla, vidhen tek bashkia. Kështu që kjo është arsye pse ata do duan edhe më shumë të ndryshojnë qeverinë e korruptuar në Shqipëri. E dyta, sepse dhe ju jetoni vetë aty, unë kam jetuar në Britani, kam jetuar në Francë, janë vende demokratike. Imagjinon domethënë se sa kryeministra kanë ndryshuar që kur ka ardhur Rama kryeministër. Ka qenë Rishi Sunak, para Keir Starmer, ka qenë Theresa May, ka qenë po harroj tani ka shumë kryeministra ka qenë Boris Johnson. Pra ka ndryshuar, ka shumë kryeministra, ka takuar Rama, ata shkojnë e vinë, ndërkohë Rama vetë e njëjti njeri. Me doni tani sa shumë kryeministra janë ndryshuar që nga koha që ka qenë Berisha për të parë president. E njëjta gjë ndodh në Francë, e njëjta gjë ndodh në Gjermani, në Itali, kudo është ndryshuar klasa politike. Dhe ata kur vinë në Shqipëri dhe shohin akoma Ramën me Berishën, pa ndryshim që duket se kanë ngjitur skolla dhe do votojnë për ndryshimin. Dhe e treta që unë mendoj pse do votojnë për ndryshimin është për ato që thash më herët, që ato nuk kthehen dot në shtëpinë e vet, sepse këtu sistemi është kapur. Kush e ka kapur? Unë e kam kapur. E kanë kapur Edi Rama, Sali Berisha, Ilir Meta, cilët edhe kur shkojnë në burg, si në rastin e Metës, rrjetin networkun e ka akoma jashtë. Networkun e parave, networkun e interesave. Kështu që mendoj që diaspora kësaj radhe do shpëtojë edhe atë pjesë tjetër të shoqërisë që është marrë peng nga mjetet e presionit që këtu janë aplikuar gjërësisht në politikë. Nuk kuptoj. Do të pyes pak edhe për situatën aktuale në Shqipëri dhe vendimin e fundit të qeverisë Rama për mbylljen e TikTokut, rrjetit social TikTok, një mjet i fuqishëm për fushatën tuaj politike në këtë rast. Si e komentoni? Ka pasur reagime të shumta në lidhje me këtë vendim? Shiko, që rrjetet sociale kanë impakt negativ tek fëmijët, këtë biem dakord. Që TikToku duke qenë platformë pa filtra ka mbledhur lloj personazhesh, edhe për këtë biem dakord. Që TikToku mund të ketë probleme sigurisë kombëtare, siç janë debatet që janë ngritur në SBA dhe në vende të tjera, edhe për këtë biem dakord. Por nuk është arsye pse Edi Rama mbyll TikTokun. Arsyeja kryesore e Edi Ramës pse mbyll TikTokun është sepse ka parë që të rinjt dhe opozitarët, ata qytetarë që luajnë rolin e gazetarit të lirë, në TikTok kanë shumë sukses. Kanë jashtëzakonisht shumë më tepër ndjekës dhe informacioni shpërndahet shumë më shpejt, edhe për shkak të algoritmit të TikTokut. TikToku mbledh më shumë informacion duke të dhënë video më të shkurtra dhe përpasoj
qarkullohet shumë më shpejt dhe shumë më gjerësisht informacioni në TikTok se që qarkullon në platforma të tjera si Facebook apo Instagram. Dhe ka studime që edhe për gjithë Ballkanin që shohin që angazhimi i userave, i përdoruesve në TikTok do të jetë ka 100-150 herë më i lartë se sa angazhimi i userave, i përdoruesve në Facebook. Kështu kjo është arsyeja kryesore, pra për të hequr instrumentin e komunikimit të sfidantëve, të rinjve në këtë rast. Aja ka dalë, nuk ka për të dalë sepse ai mund të na i vështirësoj, po e ka të pamundur që na mbyll gojën. Ne do të thënë do na hiqë TikTokun, siç e ka mbyllur, ne do dalim në rrugë. Pra ne komunikojmë përmes telefonit me ndjekësit tanë. Është e pamundur të pengosh një ide që i ka ardhur koha. Dhe tani ka ardhur koha për të dhënë fund tranzicionit dhe për të ardhur dhe dita e Shqipërisë, sepse e gjithë Ballkani, e gjithë Evropa e ka ndryshuar klasën politike, ka ecë përpara, ne na kanë lënë brapa të gjithë. Tani ka ardhur koha që atë ndryshim klasës politike që ka ndodhur kudo, të ndodhi edhe në Shqipëri. Këtë se pengon dot ai duke mbyllur TikTokun. Pas zgjedhjeve, çfarë do ndodh? Si do përfaqësohet diaspora realisht në vendimarrjet politike dhe a do ketë një rol diaspora, duke qenë se tashmë diaspora ka një vendimarrje decisive në zgjedhjet e 11 majit dhe tek vota. Më pas çfarë do ndodh? A ka një parashikim nga partitë politike dhe Po, ne, si nisma Shqipëria bëhet, kemi 40% kandidatë që kemi nga diaspora, pra të cilët unë besoj që do të fitojnë, do shkojnë në parlament dhe do sillin aty zërin e diasporës. E dyta, ne kemi ndërtuar një platformë më të gjerë, ku të ketë një bashkëpunim dypalësh midis Shqipërisë edhe shqiptarëve që kanë vendosur të jetojnë në diasporë, sepse keni parasysh që pjesët amerikanë konkretisht si do funksionojë kjo? Ka disa çështje të cilat kemi në plan të i adresojmë, që është dypalëshe. E para, siç thash, është për t'i dhënë mundësi shqiptarëve në diasporë që të integrohen më shpejt në ekonominë vendase, duke i përjashtuar nga taksat në rast se ata vinë edhe ndërmarrin biznesi, duke i përfshirë në mundësinë e tyre për të përfituar nga pasuria natyrore shqiptare. Për shembull, ne nuk kemi pse sektor të caktuar, si është kromi apo nafta, t'ia lëmë monopol disa oligarkëve, ndërkohë që mund të krijojmë shoqëri publike ku ku 1% e aksioneve është e caktuar që është vetëm për shqiptarët e diasporës. E kuptuam edhe programin që ofron në këtë rast koalicioni tashmë Partisë Shqipëria Bëhet, sepse si vendoset për të bashkuar me Partinë Shqipëria Bëhet. Krejt natyrshëm, keni parasysh që sistemi zgjedhor që këta na kanë imponuar e bën shumë vështirë që të garosh vetë. Pra, forcat e reja që kanë zgjedhur të qëndrojnë jashtë koalicionit me shumë gjas nuk do jenë në parlament. Dhe unë besoj që është përgjegjësi historike që ne të krijojmë një front të rinjve sa më të fuqishëm që ta çojmë të zonë në parlament dhe nga aty të imponojmë agjendën tonë klasës vjetër politike. Kështu që vetmja gjë që mund bënim ishte të bashkoheshim me të rinjtë e tjerë. Dhe kemi gjetë bashkëpunimin me Lëvizja Shqipëria Bëhet, me zotin Adriatik Lapaj dhe drejtuesve të tjerë të Shqipëria Bëhet. Kemi disa beteja të përbashkëta që kemi bërë në të shkuara, një nga ato ka qenë për listat e hapura, pati një dakordsi që ne të garojmë listat e hapura që kërkon shumë guxim, keni parasysh. Edhe zoti Lapaj dhe unë dhe në rastin e lëvizjes të drejtave të punëtorëve, Mario mund të kishim vendos që të dilnin me partitë tona të parë në listë edhe të punonin gjithë për të bërë kryetarin deputet. Nuk është kjo ajo për cilën ne kemi në politikës, nuk është kjo filozofia, jo. Ne kemi zgjedhur të garojmë listë hapur. Kjo lista hapur, nëse dikush pëlqen Adriatikun, voton për Adriatikun. Nëse më pëlqen mua, voton për mua. Nëse i pëlqen Panën, voton për Panën. Dhe ai që mbet më shumë vota personale bëhet deputet. Kërkon guxim, kërkon që ta çosh betejën një hap më tej, po është vetëm një mënyrë që ne në fakt ta çojmë pushtetin nga partitë dhe kryetarët tek qytetari shqiptar. E kuptoj. Dhe një pyetje tjetër që do doja t'ia për sa i përket diasporës shqiptare.
A mendoni që diaspora shqiptare ka vërtet një rol të rëndësishëm edhe për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian? Po e përmendim edhe pak më herët. Si do ishte, domethënë, kjo kontributi i diasporës shqiptare në këtë rast, nëse do kishte një bashkëpunim, një bashkëpunimi dhe komunikimi midis Shqipërisë dhe diasporës? Po, disa nivelesh. E para është përfitimi që ka Shqipëria nga kapaciteti, kapitali njerëzor të shqiptarëve që janë diasporë. Për shembull, Shqipëria do duhet tani të përafrojë legjislacionin. Kjo kërkon ekspertizë të jashtëzakonshme. Ne kemi ekspertë shumë të mirë që për shumë arsye jetojnë në Evropë, të cilët mund të ndihmojnë dhe mund të ndihmonin nëse do kishim një qeveri që do donte ti angazhonte ata, ti koordinonte për të përfituar shteti shqiptar. E dyta, diaspora shqiptare ndikon ekonomikisht në vend, duke investuar me prona këtu, duke sjellë remitanca, dhe nëse do kishim një shtet që të pa korruptuar, që të shikonte nivelin afatgjat, do duhet i kishte integruar këto investime dhe t'i siguronte këto para që vinë përmes remitancave. E treta është ajo që thash pak më herët, që një qeveri e përgjegjshme dhe patriotike mund t'i koordinonte shqiptarët në diasporë në mënyrë që ata t'i shkruajnë letër deputetëve të tyre në Parlamentin Evropian, deputetëve në parlamentet lokale, për t'i kërkuar që ata të jenë më të zëshëm dhe më mbështetës të agjendës shqiptare për sa i përket integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Me qartë, okay. Në rregull. Isha kurioztar për të pyetur edhe në lidhje me eksperiencën tënde në Mbretërinë e Bashkuar, në fakt, si ka qenë edhe angazhimet e tua profesionale këtej, dhe pse megjithatë karrierë të suksesshme profesionale që keni patur vendoset të ktheheshit në Shqipëri. Në këtë rast nuk dua të të pyes si pa ngjyrime politike, thjesht si një student dhe si një i ri i frymëzuar për karrierë. Unë politikën nuk kam si një punë që mund të kisha zgjedhur të ose atë. Kam vokacion brendshëm. Është mënyra si unë mendoj, është mënyra si unë kam jetuar jetën, edhe unë mendoj që jam më i dobishëm në vendin tim se sa diku tjetër. Patyshim që jam rikthyer me bindjen plot për të marrë në politikë. Në 23 dhjetor 2020 kam bërë doktoraturën. Jam nisur më një herë për ta në Shqipëri në janar, mbaruam procedura për regjistrimin e partisë dhe në prill morëm pjesë në zgjedhje. Ky ka qenë vizioni. Shiko, unë ndihem shumë mirë në Shqipëri. Problemet që unë kam me Shqipërinë nuk lidhen me Shqipërinë dhe shqiptarët, lidhen me shtetin shqiptar. Problemet që ne kemi pse njerëzit emigrojnë janë shërbimet publike, shkolla, rruga, spitale. Këto janë probleme politike, nuk janë probleme natyrore. Nuk është se këtu ka ngrica, thatësira, edhe ne duhet ikim. Shqipëria është një vend i jashtëzakonshëm. Shqiptarët, megjithëse ne i bijmë qafe dhe i shajmë nga mëngjesi në darkë se kemi këtë, besoj që nuk kemi vetëm një popull që ankohemi për vetveten. Shqiptarët janë një popull i jashtëzakonshëm. Një popull vital që ja ka dalë, që nga çka kishim një që në ndjedhën, që dolëm nga izolimi dhe kishim zero asgjë, ja ka dalë ta zhvillojë, ta çojë vendin përpara. Shqiptar kudo që i shikon, në sport, në muzikë, në akademi, në shkencë, kudo që të kthesh syt, janë të suksesshëm kudo në botë. Me qartë. Në rregull, Endrim, e mbyllim me këtë mesazh atë këtë video, këtë intervistë, lidhje virtuale të solla në Mbretërinë e Bashkuar sot, ndoshta të kishte munguar. Ne do vim datë 6 prill në Londër, kështu që kushdo që na ndjek e ftoj që na bashkohet. Qartë, patjetër që po. Pra do keni takime me diasporën shqiptare në datë 6. Këtë jetë takimi i fundit, besoj, para zgjedhjeve. Do kemi edhe takime tjera. Edhe takime tjera, në rregull. Okej, unë ju uroj shumë suksesa. Falenderoj gjithashtu dhe shqiptarët e diasporës që po na ndjekin përmes kësaj lidhje Skype dhe ju ftoj që të lini komentin tuaj pasi të dëgjoni këtë intervistë. Faleminderit dhe mezi për të takojmë në videon e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.